Të nderuar kandidat e kandidate për Drenosin kampion, të dashur qytetor, zonja dhe zotrin, i dashur Nojzi, faleminderit shumë. Në këtë ditë me rëndësi të veçantë për komunën Kampion, në këtë ngjarje me rëndësi politike jo vetëm për Drenosin, ju themi mirë se vini në përmbyllje të fushatës për Drenosin Kampion. Ju faleminderit për praninë tuaj. Drenosi është zemra e Kosovës. Drenosi është port nga po kalon fryma kundër keqbezëve e bedelve të gjitha llojeve. Në Drenas, ku për herë të parë ushtria shlimtare e Kosovës shkrepi kundër okupatorit shekullor, jemi në tubim përmbyllës ditën kur dohet e drejta nga e padrejta, e vërteta nga e pavërteta. Dita e 12 dhjetorit është dita kur fryma e Drenosit do të reflektoj për te Qyqavicës, për te Goleshit, Kosmoqit e për te Berishës. Sepse qytetari krenar e dinitës i Drenosit do të votoj për vepra, do të votoj për meritoret, do të votoj kampionin e qeverisjes mirë për formon transparent dhe llogaridhënie. Drenosi nesër do t'i thëtë po, jemi në rrugën e herojve tonë të luftës dhe poqës. Ne i presim ata të pavajshëm, ne i presim fitimtar nga betejat e tyre e fundit. Qytetari Drenosit nesër do t'i thëtë po vazhdimit qeverisjes mirë. Do t'i thëtë po vazhdimit barazis paralizit. Do t'i thëtë po vazhdimit barazis gjinore. Do t'i thëtë po vazhdimit projekteve që përmirësojnë cilësinë e jetës tuaj. Qytetar dashur, për to 30 ditë, shtëpi për shtëpi, lagje për lagje, dorë për dorë, kemi përcjell mesazhin për Drenosin kampion. Fushatën e kemi bërë si që takon qytetarve kampion, sepse përvoja ime mbi 4 dekadave vëmëtaria dhjetore te obligon të bëj fushatën dhe ofertën për qeverisje shembullore. Jemi krenar në rrugën që doqa, jam krenar për familjen time, për shokët dhe bashkëveprimtarët e bashkëluftetarët. Ne marrëm për krajen gjithandej komunës tonë dhe në mërgjim, personalitete e misht njohër e të panjohër, për punën tonë, për rrugën tonë, s'fut me mora dhe përshëndetje nga lartë prej mishtve tonë. Faleminderit të gjithve, faleminderit gjithë atyre që nuk u bënë instrument kundër Drenosit. Qytetar dashur, jam krenar me se cilin kandidat e kandidate listës tonë fitores. Lista jonë përfaqësu se është krenari për çdo komunë të Kosovës, bija dëshmorës, martirës dhe personave të pagjetur, profesor, arsimtar, jurist, ekonomist, artist, stomatolog, veteran të ushtrisë shlimtare të Kosovës, janë kandidatë që përfaqësojnë frymën e të rive të komunës, të krenarinë e komunës tonë. Ne jemi gati të vazhdojmë qeverisjen kampion, Drenosi destinacion për investime,
Drenosi destinacion turistik, Drenosi destinacion arkeologjik, Drenosi destinacion kulturor, historik e sportiv, sepse Drenosi është zemra e Kosovës, sepse ju jeni kampion, sepse ne jemi kampion, sepse ne jemi me program, me platform, veprim, me prioritete ndaj fëmijëve, grave, rinis dhe moshës tretë, për punësimin e trive dhe krijimin e vendeve të reja të punës, për kroje për investitor, biznese, bujqë tonë të vyshëm, sepse ne bashkë duam punën, gjosat dhe mundësit e barabarta dhe zhvillimin e kumpunës kampion, sepse ne trashëgojmë traditën me të mirë atletore dhe për sundim të ligjit. Ne vazhdojmë amanetin e me të dashurve tonë, që u vlijuan për lirin tonë, me punë e zbatim të barazis, sepse ne duam shumë vendlindjen dhe Kosovën. Për ne dashuri jemi të gatshëm të paguajmë çmim që është askush tjetër nuk mund të paguaj, sepse ne duam komunën tonë të zhvilluar. E duam me arsim e shëndetësi cilësore, e duam me ekonomi, sport, kulturë, rini, shembullore, e duam me bujqësi të avancuar, shkolla moderne e teknologji informative, me nxënës kampion. Për mësuesit dhe profesorët tonë kampion, ne duam vazhdojmë qeverisin e mirë me ligjë, jo këtë qeverisje. Ne nuk e njohim pushtetin e ndërmjem, ne nuk i friksohemi zbatimit ligjit, ne nuk i ikim nga përgjegjësia, ne nuk arsitohemi, ne veprojmë, ne jemi Partia Demokratike e Kosovës me zemër. Logon ja morën kryetarët dhe kryesisë, më të organizuar në vend, dega e cila kishte rritjen më të madhe të votave. E morën logon me 26 duar, por ne morën për krajën e gjithë shqiptarëve. Në rrethona qesharake, logoja u bë simbol për bedelat në Renas, për ata që pas shpine bëjnë punën që e kanë tradit. Bedelat e vitit 2021 u ribashkuan me 2025. Keqbërësit e të gjitha ngjyrave për një muaj erdhen komunën tonë. Qytetarëve ju bën presion, kërcënime, madje edhe oferta e pozitat pa besueshme gjatë fushatës. E thanë hapur, votoni Bedelin se ka projekt madh për te. Po u lexuan shpejt, u lexuan herët. Sot jemi këtu krenare dignitës me integritet e vetmohim, jo dadesroz, jo me sy mbyllur, jo në çmim, jo vyrje. Jemi në komunën me kontributin e jashtëzakonshëm për zhlirim, me administratën më të mirë në vend, 7 herë kampion qeverisjes mirë, sepse jemi qytetar kampion, ne jemi kampion me vepra, ne flasim gjuhën e sinqert të drejt, flasim gjuhën e kampionit. Të dashur qytetar, ata që Drenosin e shohin si ploqë e kusuritje, e shohin si tokë për dhurata, e mund të bëjnë çka të duan këtu, duke menduar se janë mbi ligjin. Jemi bashkë këtu për Drenosin kampion,
që themi se qytetarët e Drenosit nuk lejojnë. Jeni por se duket qeverisja bedelit të oper. Të dashur qytetarë, ju ftoj nesër, të gjithë të dilni të kutit e votimit, mos të leni asnjë votë shtëpi, se Drenosi ka vlerë, Drenosi ka qytetarët kampion, vazhdojnë me qeverisën kampion, rune votën, sepse keqberësit vjedhin, keqberësit shpivin, ata duan pushtet me mirëqenin e vetë. Dërso ne shërbim, sepse gjithë jeta është shërbim për qytetarët për kombin. Kjo e bën dallimin, askush neve nuk na fol asgjë. Të gjitha i fitojmë me punën, dëshmëri dhe me dignitet. Të dashur pranishëm, fitoria na pret për Drenosin kampion me numër 101. Gjithmonë porët me qytetarët kampion. Për sot, për nesër, për gjithmonë, me ty Drenos, me ty zemra e Kosovës. Vazhdojmë edhe për 4 vjetë. Faleminderit.